Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Në tani do të bëjmë një pyetje. Pse ka vendosur që personi juaj zemër të ri në këtë distancë me ju, pra të mbajnë një distancë? Kush është arsye që ka vendosur të mbajë këtë distancë me ju? Ky person, pra, dhe shohim kush është kjo arsye. Ky është një person shumë shpirtëror dhe shumë familjar. Dhe ky person ka vendosur të mbajë këtë distancë për të zgjidhur disa gjëra të tij në jetën e tij, pra disa gjëra të tij familjare. Do të mbylli këtë kapitull të vjetër të jetës së tij. Pra do ta mbylli këtë kapitull me gjëra që ka kaluar jo të mira dhe të vi drejt jush i vendosur për të ndryshuar diçka. Në këtë moment është i rrethuar nga gjëra jo të mira, pra nga persona dhe nga ngjarje jo të mira. Po lufton fort, prandaj do të mbajë këtë distancë me ju. Pra të ketë një distancë, pra pa zgjidhur problemet e tij, mos të ketë kontakt me ju ose ta ketë mbasi ka zgjidhur problemet e tij. Është pak i menduar, lufton fort, është pak i menduar te kjo pjesë. Është person shumë inteligjent, është një person i zgjuar që është i dyzuar në këtë histori, lufton fort, por tek ty shikon gjithmonë ekuilibrin, balancën. Pra shikon atë qetësinë e tij, që çdo gjë vjen në ekuilibër. Shikon një femër shumë të fuqishme, një femër që ka një energji dhe qëllimet e saj do t'i çojë deri në fund. Është në pritje që gjërat të ndryshojnë, treshi i shkopinjve, është i dashuruar me ju, pra është mbreti i kupave më tregon që ky person është shumë i dashuruar me ju, me mbretëreshën e shkopinjve, një femër intelekte që i fal shumë dashuri. Dyshi i shkopinjve më tregon distancën, pra mban këtë distancë, ky ka gjithë botën, por mban këtë distancë për gjëra që thamë. E vuan shpirtërisht këtë mbajtje të distancës, por thot çdo gjë do të ndryshojë, sepse ushtari i monedhës më tregon gjërat janë shumë të sigurta, por do pak durim, do pak qetësi, do pak durim, të kalizosh atë pjesën e durimit brenda vetes për të marrë gjëra të mira, për të sjellë gjëra të mira në këtë histori. Me kë rezonon kjo histori dashurie? Me kë gërm, me gërmën L, me gërmën Zh, F, K, I, F, E, T, Z, H, Q, N, Gj, F, Gj, R, J, Y dhe gërmën Z. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Priciapi, me Gaforen, me Peshqit, me Luanin, me Ligjëreshën, me Peshoren, me Demin dhe me Ujorin. Faleminderit shumë miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.